Shqipëria gjatë pushtetit të Edi Ramës nga viti 2013 e këtej ka shtuar vit mbas viti numrin e nëpunësve të administratës dhe vetëm ka shtuar numrin e nëpunësve, por edhe i ka politizuar në rritje ata. Që thot, Shqipëria ka diku te 180.000 nëpunës administrate, më shumë se çka pas 13 vite më parë, mjaft më shumë se çka pas 13 vite më parë, dhe qeveria e Ramës jo vetëm ka shtruar numrin e nëpunësve, por ka shtuar dhe presionin ndaj tyre që çdo nëpunës, ose pothuajse çdo nëpunës, ta kthej lloj kështu aktivisti politik, me ose pa dëshirën. Ata që ne quajmë patronazhist janë vëzhgues elektoral, ose njerëz që punojnë për partinë pushtet, dhe në 99.9% rasteve ata janë edhe punonjës të shtetit, domethënë. Janë njerëz që kanë pozita ekzekutive në administratën publike. Ky është një komponent. Ky ndoshta është komponenti që mund të shpjegoj nga 51-52% që ka marrë Partia Socialiste në ato zgjedhje, mund të shpjegoj, nuk e di, ndoshta 10 apo më shumë % votave shtesë që ata e marrin.